Ligji I ri për emigracionin në Greqi. Zhbllokohen rreth 90.000 leje qëndrimi në pritje, një reformë e thellë për fundin e kaosit administrativ. Autoritetet greke po përgatisin një reformë të gjerë në fushën e emigracionit dhe azilit, me qëllim zgjidhjen e një problemi të kahershëm që ka prekur qindra mijëra emigrant të lihshëm, vonesat e gjata dhe burokracia e tepruar në dhënien e rinovimin e lejeve të qëndrimit. Ministria greke e emigracionit dhe azilit ka hartuar një projekt ligj të ri, I cili synon të ristrukturojë në thelb mënyrën e funksionimit të sistemit të emigracionit dhe të japë zgjidhje konkrete për dosjet e mbetura pezull prej vitesh, raportojnë mediat greke, përfshirë gazetën Prototema. Sipas të dhënave zyrtare, rreth 793.000 emigrant jetojnë aktualisht ligjërisht në Greqi, ndërsa afro 293.000 aplikime për leje qëndrimi dhe rinovime ndodhen ende në pritje të shqyrtimit. Këto vonesa kanë krijuar një situatë pasigurie për mijëra familje emigrantësh, pasi në shumë raste dokumentet lëshohen pasi afati I tyre praktik ka përfunduar. Si pasojë, emigrantët përballen me pengesa serioze në punësim, vështirësi në rinovimin e kontratave të punës, probleme në aksesin në shërbimet publike dhe rrezik të humbjes së statusit të lihshëm për arsye thjesht formale. Me miratimin e projektligjit të ri, qeveria greke synon të zhbllokojë menjëherë rreth 90.000 dosje të prapambetura, duke I dhënë fund një pjese të konsiderueshme të ngërçit administrativ. Paralelisht, brenda një periudhe 2 vjeçare, autoritetet vlerësojnë se mund të përpunohen dhe zgjidhen edhe 90.000 aplikime të tjera, fal procedurave të reja të përshpejtuara dhe riorganizimit të shërbimeve përkatëse. Ministri I Emigracionit dhe Azilit Thanos Plevris ka deklaruar se politika shtetërore do të mbetet e rrept ndaj migrimit të palishëm, por njëkohësisht do të orientohet drejt krijimit të një sistemi më fleksibël dhe më funksional për migrimin e lihshëm. Sipas tij, Greqia ka nevojë për rregulla realiste që të marrin parasysh jo vetëm sigurinë dhe rendin publik, por edhe nevojat reale të ekonomisë greke, e cila përballet me mungesë të ndjeshme të fuqisë punëtore në disa sektorë kyç. Masat për thjeshtimin e procedurave dhe mbrojtjen e emigrantëve. Një nga shtyllat kryesore të projektligjit është rinovimi automatik I lejeve të qëndrimit për kategoritë të caktuara emigrantësh, veçanërisht për ata që vazhdojnë të punojnë te I njëjti punëdhënës dhe kanë një histori të rregullt ligjore dhe tatimore. Kjo masë synon të reduktojë ndjeshëm barrën burokratike, duke shmangur dorëzimin e përsëritur të dokumenteve identitetit dhe pritjen e gjatë pa arsye thelbësore. Një tjetër ndryshim I rëndësishëm ka të bëjë me kohëzgjatjen minimale të lejeve të reja të qëndrimit, e cila përcaktohet në 2 vite. Kjo dispozitë synon të mbrojë emigrantët nga pasojat e vonesave administrative dhe të sigurojë stabilitet ligjor, duke parandaluar situatat ku statusi I qëndrimit rrezikohet për shkak të ngadalësisë së administratës. Projektligji u jep gjithashtu një mundësi të dytë personave që jetojnë ligjërisht në Greqi prej të paktën 5 vitesh, por që në të kaluarën janë refuzuar vetëm për arsye procedurale, si mungesa dokumentash ose gabime formale në aplikime. Këta persona do të kenë të drejtë të riaplikojnë pasi të kenë korrigjuar mangësitë, duke shmangur përjashtimin e padrejtë nga sistemi për shkaqe jo thelbësore. Në kuadër të përmirësimit të funksionimit administrativ, projektligji parashikon forcimin e strukturave të decentralizuara që merren me shqyrtimin e aplikimeve, si dhe transferimin e dosjeve ndërmjet rajoneve në rastet kur një administrat është e mbingarkuar. Kjo pritet të krijojë një shpërndarje më të drejtë të ngarkesës së punës dhe të përshpejtojë ndjeshëm proceset. Dispozita të veçanta për të moshuarit dhe integrimin afatgjatë. Një kapitull I veçantë I projektligjit I kushtohet emigrantëve mbi 65 vjeç, të cilët kanë jetuar dhe punuar ligjërisht në Greqi për të paktën 20 vjet. Për këtë kategori parashikohet mundësia e qëndrimit të lihshëm pa detyrim për të punuar, me kush që të disponojnë sigurim shëndetësor privat dhe pension.
në mënyrë që të mos rëndojnë sistemin publik të sigurimeve shoqërore. Kjo masë synon të njohë kontributin shumë vjeçar të këtyre personave në ekonominë dhe shoqërinë greke, duke u garantuar një status të qëndrueshëm ligjor në moshë të thyer. Rekrutimi i punëtorëve nga vende të treta dhe nevoja e tregut të punës. Projekt ligji sjell risi edhe në procedurat e rekrutimit të punëtorëve nga vendet e treta, duke synuar mbulimin e shpejtë të mungesave në tregun e punës. Procedurat burokratike thjeshtohen ndjeshëm dhe agjensive të punësimit të përkohshëm u jepet e drejta të rekrutojnë punëtor në emër të kompanive që kanë nevojë urgjente për staf. Vëmendje e veçantë kushtohet projekteve të mëdha ekonomike dhe infrastrukturore, për të cilat parashikohet mundësia e rekrutimit të përshpejtuar deri në 500 punëtor për projekt. Njëkohësisht thjeshtohen procedurat konsullore për nxjerrjen e vizave dhe dokumenteve përkatëse, me synim uljen e ndjeshme të kohës së pritjes. Një risi me rëndësi sociale është edhe mundësia e ndryshimit të punëdhënësit pa humbur statusin e qëndrimit të lishëm, çka pritet të rrisë fleksibilitetin në tregun e punës dhe të ulë rrezikun e varësisë apo shfrytëzimit të punëtorëve emigrant. Aktualisht, Greqia ka marrëveshje dypalçe për punësimin e punëtorëve nga vendet e treta si Filipinet, Armenia dhe Egjipti, veçanërisht për sektor si bujqësia, marrëveshje që shoqërohen dhe me bashkëpunim në luftën kundër migrimit të palishëm. Reforma e re konsiderohet një nga ndërhyrjet më të rëndësishme të viteve të fundit në politikën greke të emigracionit dhe pritet të ketë ndikim të drejtpërdrejtë jo vetëm për emigrantët e lishëm, por edhe për emigrantët që i ofrojnë stabilitet tregut të punës, funksionimin e administratës dhe zhvillimin ekonomik të vendit. Kësaj, projekt ligji parashikon rinovim automatik të disa kategorive të lejeve, veçanërisht kur emigranti vijon të punojë për të njëjtin punëdhënës, si dhe vendos afat minimal 2 vjeçar për çdo leje të re. Qëllimi është shmangja e situatave ku lejet skadojnë për shkak të vonesave administrative. Një dispozitë e veçantë u jep gjithashtu mundësi emigrantëve që kanë jetuar ligjërisht në Greqi për më shumë se 5 vjet dhe janë refuzuar më parë për arsye formale të riparaqesin kërkesën për t'u pajisur me leje qëndrimi. Ndryshimet e rëndësishme parashikohen edhe për punëtorët nga vendet e treta. Procedurat për sjelljen e fuqisë punëtore do të thjeshtohen, duke lejuar mbulimin e shpejtë të mungesave në sektor si bujqësia, ndërtimi dhe turizmi. Për projekte të mëdha parashikohet mundësia e rishpërndarjes së menjëhershme të deri 500 punëtorëve, ndërsa lehtësohen edhe procedurat konsullore. Ministri i Emigracionit dhe Azilit Thanos Plevris thekson se Greqia mbetet e rrep ndaj emigracionit të palishëm, por i formëson rrugën ligjore për ata që duan të punojnë dhe të integrohen. Sipas Plevris, Greqia është duke krijuar një sistem më efikas që mbështet ekonominë dhe tregun e lirë të punës.